Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh me sistemin të drejtësisë dhe politikës, sulmet e nisura ndaj sistemit të drejtësisë, përplasjet mes Erion Velie dhe prokurorit të dosjes së tij Olsi Dado, sulmet e kryeministrit ndaj Spakut, por edhe se çfarë pret këtë të fundit nga drejtësia. Ndërkohë do të flasim se kush do të jetë peshku i madh pas Erion Veliait, si në radhët e mazhorancës, ashtu edhe në radhët e opozitës. Për diskutuar gjitha këto, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Arben Langozi. Zotin Langozi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Langozi, që nga masa e sigurisë Arresmeburg e deri më sot ndaj Erion Veliait, si e keni parë përplasjen e këtij të fundit me sistemin e drejtësisë? Unë nuk e shoh si një përplasje të Erion Veliait, ai është një person i dyshuar për kryen disa veprave penale. Dhe një person i dyshuar personën e tim apo dhe i panderur ka të drejtë të flasë. Dhe në rasti konkret, zoti Veliaj nuk po bën asgjë tjetër, por po ngre disa pikpyetje në lidhje me çështjen e tij. Atëherë, këto problematika që zoti Veliaj i ka ngritur duhet të verifikohen nga organet e tjera të drejtësisë, që në rasti konkret është Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, një institucion inekzistent. Pra, janë të vërteta apo s'janë të vërteta? Kjo ngelet për të verifikuar, sepse nëse ka konflikt interesi, se zoti Veliaj ka ngrit problematikën lidhje me konfliktin interesi. Duhet verifikuar. Lidhje me anën profesionale apo kriteret që duhet plotësonte prokurori, sërish duhet të verifikohen. Nga ana tjetër, presion në mënyrë të drejtë për drejtë që unë duhet ta vlerësoj mbi sistemin e drejtësisë është kryeministri i vendit tonë. Sepse zoti Veliaj me patjetër duhet flasë sepse do mbrojë veten e tij dhe atë rrugë ka zgjedhur për të mbrojtur, pra duke u marrë me pikat e dobta të kundërshtarëve që janë prokurorët. Ndërkohë kryeministri i vendit tonë nuk duhet që të ndikojë në sistemin e drejtësisë. Ajo është ndikimi drejt për drejt, pra të gjitha deklaratat që zoti Rama ka bërë kundër prokurorisë posaçme janë të dëmshme dhe janë një presion i hapur që i bëhet sistemit të drejtësisë. Në qoftë se zoti Veliaj nuk do kishte mbështetjen e kryeministrit Rama, atëherë do ishte çdo gjë në normalitet, sepse përderisa ne një person e kemi të arrestuar, ti mbyllësh dhe gojën për mos folur, kjo kalon në sistem diktatorial. Por kryeministri çfarë problemi ka? Se duhet kryeministri të shantazhojë gjyqtarë dhe prokuror? Kjo është pikpyetje e madhe që duhet një hetim po nga prokuroria e posaçme për kryeministrin e vendit, sepse ai ka të gjitha strukturat, nëse një prokuror apo një gjyqtar nuk plotëson kriteret, ka problematika ndryshme, atëherë duhet nëpërmjet një shkrese në institucionin e drejtësisë që thot ai, unë e kam bërë reformën e drejtësisë, i bigjoksit kryeministri, ta vënë në lëvizje zotin Metani dhe të fillojë një proces administrativ apo ku diun, po jo të dali kryeministri të bëj presion të marrë dhe të nxjerrë sekretet hetimore. Mos harroni, zonjën Bushka e mori Thierry në mbledhje aty sikur po i bënte gjyqin dhe ajo na u shfaqsua sikur s'kishte bërë asgjë përveç një fakti që bashorti i saj kishte marrë 1 milion lek tendera dhe kjo është e papërfillshme sepse dinjiteti i saj nuk mund të cënohesh për 1 milion lek të vjetra. Ajo gënjeu gjithë publikun. E gënjeu ditën me diell me prezencën dhe me udhëzimet e kryeministrit të vendit tonë, sepse ajo çfarë ka bërë? Ajo ka tjetërsuar, ka cënuar procesin e hetimit. Madje prokurorët e kanë shkelje sepse duhet ta kishin arrestuar në flagrancë. Ajo ka thyer telefonin si një provë kryesore e procesit ndaj zotit Veliaj. Pra, këto janë të rrezikshme dhe duhet patjetër që të hetohen. Kryeministri i vendit tonë nuk mundet të dalë dhe të bëjë presion gjyqtarëve. Edhe gjithë publiku dyshon që ai nuk po bën gjë tjetër veç se po i shantazhon prokurorët dhe gjyqtarët për të marrë masa për mos të ndëshkuar ai vetë nga ky sistem drejtësie dhe po mundohet ta kontrollojnë në çdo lloj forme. Nuk po gjendet gjua e përbashkët me zotin Berisha, nuk e di se si do përfundoj kjo situatë më tej. Ndoshta zoti Berisha do pajtohet me kritikat e zotit Rama apo jo. Dhe a përputhen sepse zoti Berisha ngre pikpyetje mbi disa prokurorë dhe jo mbi të gjithë, dhe mbi disa gjyqtarë dhe jo mbi të gjithë. Ndërkohë zoti Rama e përgjithson duke u marrë me të gjithë oficerët e BK-s për mënyrën se si ata zhvillojnë hetime me shantazhin dhe me standardin, na pretendon standard ky kryeministër ne
kur vetë kryeministri ka bërë fushata, të mos harrojmë ka arrestuar me qindra e mijëra persona për vjedhje energji elektrike, që është i krim shumë më i vogël se ai që dyshohet zoti Veliaj. Pra, kjo është një syve që ai po mundohet t'i hedhë publikut dhe po mundohet të shantazhojë prokuror. Se vetëm ai nuk flet për standarde kur ka arrestuar me qindra vet në mënyrë të palishme. Dhe kjo ngre një pyetje shumë të madhe. Çfarë po mbron kryeministri? Po mbron veten e vet, se nuk i bëhet vonë fare për Erion Veliaj, madje doli duke gënjur shqiptar, gjë u irritua shumë, i binte tavolinës e tjerë e tjerë. Kto janë banalitete dhe nuk kanë të bëjnë me një kryeministër të Republikës së Shqipërisë i cili para burgimin e IEVP-s Durrës duhet t'ia ndryshojë emrin. Aty po fut të gjithë antarët e partisë më të lartë të partisë socialiste, e cila nuk është, e kam thënë dhe e rithem, nuk është më një parti socialiste kur ka mbi 200-300 persona të arrestuar, por kemi të bëjmë me një organizatë kriminale. Mbrojtja që ka zgjedhur Erion Veliaj përmes sulmit, ja lehtëson pozitën apo e rëndon edhe më shumë? Zoti Veliaj ka zgjedhur një rrugë duke u marrë me pikat e dobta të kundërshtarit. Për mua është shumë normale, sepse ti para se të fillosh një hetim duhet që ti të jesh i pastër. Dhe zoti Veliaj po ngre disa pikpyetje, por po i nxjerr me prova. Të arrish ti thuash një personi të arrestuar, sketurp apo fjalor tjetër që është shumë më i rënd, pavarësisht se ai mund të ketë kryer me qindra krime, nuk duhet ta bëjë një prokuror, nuk duhet ta bëjë një magjistrat dhe nuk mund të përdorë një fjalor të tillë sepse është e rënd. Për mendimin tim, Inspektorati i Lartë të Drejtësisë duhet të fillonte një hetim për këtë rast. Dhe në lidhje me lehtësimin e pozitave, sërish, pavarësisht asaj pozicioni që zoti Veliaj ka mbajtur kundrejt sistemit drejtësisë, një magjistrat nuk duhet ta merret kundrejt tij. Dhe të mos harrojmë se zoti Veliaj nuk po përplaset me të gjithë aktorët e drejtësisë që janë marrë me të. Ai po merret vetëm me një prokuror. Dhe kjo do parë, nëse ka me të vërtet konflikt, ky prokuror fare mirë mund të zvendësohesh. Të gjithë janë prokurorë publike, të kaluar në vetting, pra mund të zvendësohet dhe kjo është mëse normale. Nuk mendoj që zoti Veliaj do t'i përkeqësohet situata, më keq se ç'është ka ku të shkojë, pavarësisht se unë personalisht kam dyshimet e veprimet e tij që janë të palishme dhe të gjitha ato akuza që janë ngritur kundrejt tij, unë kam bindjen time që janë ashtu, por duhet të hetohet dhe gjykohet nga një prokuror apo një gjyqtar i cili plotson kriteret profesionale dhe kriteret e pa-anësisë. Pra, këto dy kritere ai meriton t'i ketë. Pastaj duhet vlerësuar më tej se si do shkojë situata.